Erdha me ju kallëzu që ata munohen me rajtë smundë. Kush është zoti? Fatën pecim, ç'më patën. Jeni? Mirë. Fillimisht unë ndëgjova një intervistë Fatën Luçit, Fatën Pecim, falë se u hapita. E kishte bënë një intervistë dhe kishte thonë që Ganigeci ju ka dërguar SMS. Fakti është se unë jam taku me Fatën Pecim në një aeroport Gjermani, në orë për Gjermani deri në Kosovë. I kemi në numrat e telefonit. Kur ka dalë në një konferencë për shtyp se ai po don me kthy pronat e Ministrisë Bujqësisë, zësisht të Bullgarisë, unë i kam dërguar një SMS atina dhe ja kam dërguar disa prona të uzurpuara që kam dëshuar që janë të uzurpuara në territorin e Drenicës dhe nuk më ka përgjigj, sido që të jetë, unë tentova me këshyr ata SMS-at, pa e kishë edhe numrin edhe SMS-at edhe ma qëtë që ky numër nuk ekziston. Unë nuk jam maj që i qoj dikuj SMS për bashkëpunim, kur një jetë. Unë kominu që ata lista ku zë janë me LDK-n, tash përshijet që ata janë japonjë e LVV-s dhe japonjë e Marksist-Leninit Kosovës, Shiku, edhe Udba, edhe tash Fatën Luçi, Albin Kurçi, po mënon me përqavë vëllazërgjetit, po kjo do t'jetë e parë.